Izetbegoviçi si figurë dhe si njeri e tekalon tekstin që ne kemi zgjedh dhe si rregull në gjuhën shqipe apo në publikun shqiptar apo në xhamatin shqiptar njihet përmes librit Islami midis lindjes dhe perëndimit. Kjo edhe për arsye ndoshta të shumë përkthimeve të hershme apo të shumë botimeve nga shtëpi botuese të ndryshme, por e vërteta është që si tekst më i rëndësishëm i tij është Deklarata Islame e vitit 1970, jo vetëm në hierarkinë e veprave që ai ka shkruajtur, por sidomos në kontekstin e shoqërisë shqiptare dhe e muslimanëve shqiptar sot ku jetojmë ne në Shqipërinë e 2026-s. Tani unë do t'i bëj një lloj rezumeje deklaratës islame, do kaloj pastaj tek shënime nga burgu, që është disi më i vështirë për t'u përmbledh për arsyen që do ta them më pas, dhe pastaj do ta lidh me sugjerimin e Gertit, Zoti e shpërbleft, dhe me pranimin dhe miratimin e të tjerëve me një fjalë, do kalojmë tek pasthënia e doktor Besnik Sinanit lidhur me pra që ka shkruajtur për librin e Edi Ramës, dhe tek shkrimi që u botu në shtypin online 10 ditë përpara nga unë, me titull Në sofrën e Edi Ramës. Tani tek Deklarata Islame, Izetbegoviçi ka një manifest i cili është nga pikpamja konceptuale shumë i dendur, është shkruajtur dhe botu në vitin 1970, ka disa ribotime në Jugosllavinë e kohës, në Bosnjën e kohës, por si botimi i parë dritën e ka parë në vitin 1970, dhe ai bën një manifest se si apo se cilat janë çështjet që duhet të shtrohen për zgjidhje, apo cilat janë pyetjet që kanë nevojë për përgjigje, apo cila është kauza apo çështja e përbashkët e muslimanëve në Bosnjën e vitit 1970, apo më saktë në Jugosllavinë e vitit 1970. Dhe duke qenë se ai thot shumë gjëra aty, është një tekst që duhet me u lexu me kalem edhe me letër, jo vetëm për sa i përket rëndësisë që ka në vetvete, por siç e thash, edhe se çfarë mundet të marrim, mundet të transferoj, mundet që të shohim se të na vlej edhe ne këtu sot. Dhe për këtë arsye, duke qenë se është i gjerë dhe duke qenë se është i fort, unë kam zgjedh 3 pika, të cilat janë sa polemika aq edhe të rëndësishme për tu diskutuar dhe do t'i paraqes tani. Pika e para i thotë që Bosnja e kohës dhe gjendja e muslimanëve në Jugosllavi është e vështirë, nuk është më e mira e mundshme, dhe ata kanë nevojë për një ripërtëritje apo një rigjallërim të mënyrës se si Islami kuptohet dhe mënyrës se si Islami jetohet. Dhe i thotë që vështirësia kryesore në optikën time për bërjen apo për realizimin e një rigjallërimi të tillë janë 2 grupe njerëzish. Grupi i parë janë ata që ai i quajnë konservator apo konservues, do ta them, dhe pak më pas do ta shpjegoj pse po i quaj konservues në dritën e asaj që vet Izetbegoviçi thotë, dhe modernistët. Tek konservatorët apo tek tradicionalët, ai fut hoxhallarët dhe ulemat, të cilët në një mënyrë të qëllimshme apo të paqëllimshme kanë ndërtuar një lloj klase apo klike apo një lloj, ai e quajnë në një moment ke një përkthim kosovar që lexova, kallogjerie, që do të thotë janë bërë si kallogjer apo si priftërinj, dhe duke qenë se janë shndruar në një klasë edhe duke qenë se janë shndruar deri diku edhe në një kast, ata nuk janë të interesuar për të bërë një rigjallërim të situatës fetare dhe një rikonceptualizim apo një rilexim të Kuranit në veçanti dhe të Islamit në përgjithësi. Dhe Izetbegoviçi thotë që kjo klasë është një bllokuese për arsyeën se kuptimin e fesë që ka hudhur në shoqëri dhe tashmë e ka bërë, e konsideron maksimumin që mund të bëjë një grup muslimanësh që si rregull në letër gjithmonë jetë e mot me fjalë është drejtuar nga klasa e të ashtuquajturave hoxhallar, imam apo dietar në nivel më të lartë. Grupi i dytë është grupi i modernistëve, që është një problem tjetër më vete, dhe këta janë ata që janë ekstremi tjetër i grupit të parë. Këta kërkojnë që të bëjnë një perëndimizim të shoqërisë islame të Bosnjës dhe të Jugosllavisë në tërësi kudo që janë muslimanët, të shpejt, ta shkëpusin atë nga tradita dhe të risjellin idetë perëndimore apo
po themi shkollat e mendimit që në një moment caktuar apo tjetër kanë pasur suksesin e tyre kryesisht në Francë apo në Angli. Dhe këtu e jep dy shembuj klasik të Turqisë dhe të Japonisë. Thot Turqia bëri një sekularizim të shpejtë në frymën e këtyre modernistëve me fjalë dhe e bëri keq, e bëri gabim, e bëri në mënyrë të ligë deri diku thot në një moment, sepse Mustafa Kemali bëri atë që nuk e kishte bërë asnjë lider nga gjithë liderat lindor, duke u të përpjek që t'i japi një lloj fryme përmirësuese shoqërisë turke, e çoi atje ku e çoi dhe në emër të laicizmit apo sekularizmit me një fjalë. Shoqëria turke sot, thot Izet Begoviçi, është një praktikisht shoqëri e botës tretë, pikërisht për arsye se ndër të tjera sigurisht i preu marrëdhëniet me rrënjën identitare, fetare dhe kulturore dhe për këtë arsye është duke vujt një lloj kështu të huajtësie nga pikpamja identitare. Kurse Japonia thot, i rast tjetër, nuk e di tani sa e njeh ai shoqërinë japoneze, por këto janë konsideratat e tij. Japonia thot nuk i shkëputi plotësisht rrënjët me traditën, pavarësisht se është një shoqëri politeiste, me sa din ata fe kombëtare kanë shintoizmin, në fjalë që është një fe, një fe pa tekst, në fjalë pa shpallje, pa libër, bëri një lloj kështu kalimi soft, me një fjalë të butë nga shoqëria tradicionale që ishte në një lloj shoqërie moderne, pa u shkëput nga tradita dhe për këtë arsye edhe në le të themi aspektin e të ashtu quajturës radhitje e rakordeve të dynjas me fjalë janë gjithsesi më lart se sa Turqia. Dhe klasa e hoxhallarëve, thot Izet Begoviçi, dhe klasa e modernistëve, në qoftë se mund të bëhen bashk apo edhe nëse nuk bëhen bashk, për reformatorët e lëvizjes islame dhe për reformatorët apo ripërtëritësit apo ata të cilët duhet ta rigjallërojnë fjalën e Zotit dhe shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë bosnjake, mund të jenë një problem dhe mund të jenë bllokues eventual. Pika dytë që ai thotë dhe që është gjithashtu polemike dhe e fortë është që asnjëherë nuk ka pasur një të ashtu quajtur sheriat i cili ka pas një panoramë të mirë përkufizuar të gjithë rregullave dhe veprimeve apo hapave juridik apo shoqëror apo kulturor që duhet ndjekë një shoqëri e caktuar për ta mbërrit këtë, që do të thotë profeti thotë ai sallallahu alaihi wasallam nuk na la një model të caktuar dhe që pastaj e aplikuan apo e kopjuan apo e zbatuan me përpikmëri duke filluar nga sahabët dhe deri në brezat e mëpasshëm. Ai thotë që sheriati merr formë në kohën kur është, që do të thotë nuk ka asnjë dyshim se dy burimet e mëdha të fesë son, Kurani dhe Suneti, Kurani dhe shembulli i profetit sallallahu alaihi wasallam janë të pa diskutueshëm dy burimet e vetme të kësaj feje, por thotë është nevojë e një shoqërie dhe është nevojë dhe është më saktë një herëzi detyrë dhe e drejtë, por më tepër detyrë se sa privilegj i të zotëve të mendjes dhe i të ashtu quajturve reformatorë dhe ripërtëritës apo muçtehit apo atyre që bëjnë ixtihadin dhe rigjallërimin e dijes fetare, që në kontekstin ku janë, në periudhën ku janë, pra në epokën dhe në vendin ku janë dhe në shoqërinë ku janë dy dimensione, gjeografike dhe kohore, me një fjalë, t'ju japin formë kohës edhe kontekstit dhe situatës tyre politike, psikologjike, shoqërore, me fen, me Kuranin dhe me shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam të zbritur në atë kontekst. Kjo është gjëja e dytë dhe kjo është çështja e dytë për zgjidhje që ai thotë kanë ripërtëritësit apo reformatorët potencial dhe eventual, sepse ai nuk thotë që jam unë këtu, këtë e ka modestin dhe nuk thotë që ne me siguri në Bosnjë këtë e kemi bërë apo do ta bëj, është prandaj them është një manifest teorik dhe është një lloj kështu skeleti konceptual, më tepër se sa një program i mirëfillt veprimi. Dhe gjëja e tretë që ai thot shumë gjëra, por siç e thash, gjëja e tretë që unë zgjedh të them sot në fjalë është që një ndër kriteret që duhet të merret parasysh se si duhet bëhen gjërat është që muslimanët në shoqërinë përkatëse që do t'i marrin këto konsiderata të mia parasysh janë shumicë apo janë pakicë dhe kanë statusin e qytetarëve autokton, që do të thotë janë vendas apo janë banorë të cilët kanë statusin e minoritetit. Në qoftë se është ky rasti i dytë që nuk janë vendas dhe janë numerikisht
pakicë në raport me pjesën tjetër të shoqërisë, të gjitha këto ide nuk shkojnë, nuk janë për ata dhe ata nuk mund t'i imponojnë besimin e tyre, vlerat e tyre, shpalljen e tyre pjesës tjetër të shoqërisë. Por në qoftë se ata janë kulturalisht apo numerikisht shumicë në një shoqëri të caktuar, siç është rasti i Bosnjës, thot ai, dhe janë gjithashtu autokton, që do të thotë nuk janë pakicë e një etnie e cila është pakicë në raport me shumicën e shoqërisë, atëherë ata duhet i marrin së zban dhe me patjetër këto konsiderata, sepse nuk kanë thjesht të drejtën, por kanë detyrimin dhe nuk kanë thjesht privilegjin, por kanë domosdoshmërinë për t'u përpjek, pasi sa ja dalin nuk e dim, për t'u përpjek për t'i dhënë formë islame shoqërisë në cilën jetojnë, duke filluar nga urfi, tradita edhe sjellja e përgjithshme deri në rendin e aktivizmit politik dhe institucioneve. Tani ai e ka shkruar në vitet 70, ky është një tekst shumë i fortë, është ndër të rrallët, tekst të dytë si ky nuk njoh në nivelin e kësaj rëndësie me fjalë që mori, dhe në të ashtu quajtur procese gjyqësore të Sarajevës në 83-shin, 1983-shin, ai është burgos me 8 vite burg dhe ka net në burg deri në vitin 1988, kur filluan traziret në Jugosllavi, përfshirë edhe protestat e famshme të Prishtinës edhe Sanxhakut e tjera me radhë. Tani, për këto ide, kaq kështu të bukura apo akademike që mund të duket me fjalë, ky njeri ka bërë burg 5 vjet, për arsyeën se akuza bazë në procesin e 83-shit, me aq sa di unë me fjalë, ka qenë që është me fjalë një xhihadist i pastër, është një njeri që ka për qëllim të prishë rendin sekular dhe marrëdhënien midis shtetit dhe fesë që e ka përcaktuar Federata Jugoslave, që feja është diçka intime, personale, private dhe që nuk duhet të ndërhyjë tek punët e shtetit, të institucioneve dhe të mënyrës se si funksionojnë gjanat në shoqëri në kuptimin tërësor dhe botë kuptimor. Tani, gjatë viteve që ai qëndron në burg me fjalë, shkruan këto shënime nga burgu, që është teksti i dytë që thash do të flas pak. Teksti është ndryshe nga deklarata islame, është një tekst i përbër nga citime apo nga meditime apo nga reflektime apo nga përsjatje që ai ka bërë në burg, është botuar në fillim të vitit 90, 1990 ose 1991, pra pasi doli nga burgu. Është një tekst i cili është i fragmentarizuar, që do të thotë është e vështirë ta përmbledhësh dhe të japësh një lloj forme në kuptimin e paraqitjes, për arsyeën se nuk ka një strukturë, nuk ka një ide fikse që ai do që ta paraqes. Sigurisht merret me mend duke qenë se ka qenë në burg, ai më tepër ka qenë një lloj kështu ngushëllimi filozofik edhe një lloj ditari që ai e ka pas si një lloj komunikimi me veten më tepër se sa me një publik eventual, edhe pse nuk përjashtohet sigurisht që në një moment caktuar ai e ka përfituar që ato gjëra do të lexohen. Dhe tek shënime nga burgu për shembull, ai para së gjithash vazhdon edhe praktikisht bën të njëjtën gjë, thot për shembull aty në një moment flet në një ese gjatë që ka, po e quaj ese unë në fjalë, në një reflektim të gjatë, ai flet aty për lirinë shpirtërore dhe vetëdijen e intelektualit, që do të thotë pavarësisht thot nëse intelektuali është në burg apo është jashtë burgut, ose më saktë po e them sepse nuk do ta përdor termin intelektual qëllimisht në fjalë, me siguri që aty qëllimi është njeriu i formuar, i cili e njeh shoqërinë, e njeh kohën e vet, e njeh le të themi se ku pikon çatia e problemeve shoqërore të popullit vet, ka empati, ka mëshirë dhe ka dashuri për popullin e vet, dhe për hir të Zotit dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam përpiqet me do e mos që ta mos ndryshojë vetëm gjendjen e asaj shoqërie në kuadër të përmirësimit të lirive dhe të jetës së muslimanëve në veçanti, por e kërkon këtë për të gjithë njerëzit dhe e kërkon këtë për të gjithë shoqërinë, që do të thotë biri i atij populli, siç kanë qenë si rregull dhe gjithmonë profetët, dhe bir le të themi i grupit apo i shoqërisë së vet, që është ajo islame dhe që ku pretendohet se duhet vinë ndryshimi. Dhe ai thotë që intelektuali apo njeriu i formuar apo reformatori potencial, para se me qenë i lirë që të përcaktoj rendin e gjanave në terren, duhet të jetë i lirë në shpirt. Dhe kjo në një lloj mënyrë është e jashtëzakonshme për arsyeën se ai nuk e dinte se kur do dilte nga burgu, dhe këto janë me fjalë ka të dhëna që këto të gjitha janë shkruar në burg, edhe ai nuk i ka bërë asnjë lloj kështu ripërpunimi më prapa, ato janë botuar kështu në mënyrë brutale, me fjalë crudo, për këtë arsye nuk kanë një strukturë dhe nuk kanë një lloj logjike, dhe fakti që ai njeri, dhe kjo është e jashtëzakonshme me fjalë, dhe prandaj themi me plot gojë Zoti e mëshiroft edhe e baft shembull për të gjithë,
fakti që ai njeri në burg për hir të atyre konsideratave të fortave që publikoi dhe botoi në deklaratën islame, vazhdonte dhe mendonte të njëjtën gjë dhe fliste për lirinë e brendshme, e cila duhet të jetë dhe është më e rëndësishme se sa liria e jashtme, qofsh praktikisht jashtë burgut apo qofsh në izolim, atëherë kuptojmë që konsideratat e tij nuk kanë qenë vetëm në rrafsh akademik, që do të thotë një Z plus në zërat e ndryshëm të shoqërisë, por kanë qenë diçka që ai i konsideronte mision dhe duhet ta ketë parë veten apo bashkëkohosit e tij si pjesë e një grupi që synonte pikërisht atë që thoshte ke deklarata islame, që Bosnia dhe gjithë Jugosllavia dhe gjithë shoqëria e popujve të Jugosllavisë me një fjalë kanë nevojë për një ripërtëritje dhe për një fytyrë të re të islamit, e cila jo të rregullojë vetëm gjendjen e muslimanëve, por të jetë një ofertë politike, kulturore, jo më do mos kulturore në kuptimin artistik të fjalës, por identitare dhe e qenësishme për të gjithë grupet e tjera të shoqërisë, pavarësisht etnive, pavarësisht gjuhëve, sepse ne dimë Jugosllavia ka qenë një shoqëri shumë e larmishme nga pikpamja e kulturave, gjuhëve dhe traditave. Dhe tani kjo në qoftë se do ta marrim seriozisht se çfarë thot Izet Begoviçi, atëherë ne na vendos përpara detyrimit që e para të përcaktojmë në qoftë se do të sillemi me shoqërinë apo do të sillemi njëri tjetrin apo do të sillemi me të ngjashëm apo me të ndryshmit tan, e para si autokton apo si të ardhur nga pikpamja psikologjike, sepse ne e dimë që jemi vendas, e dyta do të sillemi si shumicë në këtë vend apo si pakit, sepse nga këto premisa pastaj dalin dhe derivojnë pasoja dhe rrjedhoja të tjera. E dyta, do të sillemi me njëri tjetrin dhe me të tjerët si grup që kemi të drejtën tonë për me i dhanë një lexim tjetër realitetit të shoqërisë shqiptare, apo si grup që kemi detyrimin me i dhanë një ofertë dhe një realitet tjetër shoqërisë shqiptare, sepse ndër të tjera unë du të them diçka që ndoshta është më rëndësishme nga të gjitha ato që kam thënë, që nëse ka një moment që në këto 35 vite të pluralizmit politik shoqëria shqiptare ka nivelin më të ulët të besimit tek partitë politike dhe institucionet përgjithësi, është pikërisht ky, që do të thotë po ta shikosh, njerëzit janë të zhgënjur dhe njerëzit janë të mërzit. Dhe në qoftë se nuk e marrin muslimanët këtë situatë, e lexojnë siç duhet dhe përpiqen në brenda një numri vitesh që të ndërtojnë një narrativ, që të ndërtojnë një ligjërim, që të ndërtojnë një ofertë për të gjithë shoqërinë, atëherë nëse nuk e bën këtë grupi parimisht edhe numerikisht më i madh, por edhe parimisht më i mirë, ne e dimë për te gjithë mangësive që kemi, unë e them me krenarikë që ne jemi grupi më i mirë i shoqërisë shqiptare, dhe këtë e them zë lartë edhe ball lart, duke pa se çfarë na rrethon me një fjalë, atëherë kjo shoqëri nëse nuk e ka ofertën nga muslimanët, nuk ka shpresë se mund të përmirësohet. Këta i kanë provuar të gjithë gjanat dhe këta i kanë dështuar të gjitha gjanat. Atëherë kjo është puna jonë me një fjalë dhe kjo është kauza jonë dhe ky është detyrimi ynë dhe teksti deklarata islame është një përpjekje pavarësisht se e shtrirë në kohë 56 vjet përpara këtij momenti dhe diçka rreth 4-500 kilometra nga këtu me fjalë, por gjithsesi duke qenë se ai është i fortë, ai ka vend për me u marrë dhe për me u pa me lupë se si mund të na shërbej. Dhe pastaj dalim se i mora temat në përse prapë me fjalë dalim ke e para se çfarë do bëjmë me hoxhallarët e nderuar dhe çfarë do bëjmë pra mrena nesh me fjalë dhe çfarë do bëjmë me të ashtu quajturët modernist apo sekular që nuk na duan. Kjo është e vërtet, ne i duam ata, po ata nuk na duan ne, që na thonë dhe ne dim shumë mirë duke filluar nga niveli që na thonë iknin në Arabi, iknin në Turqi, ku të ikim ne me fjalë. Por nga ana tjetër praktikisht thonë edhe po netët këtu me fjalë, faluni gjysmore ato 2 herë në vit edhe pastaj lironi sheshin. Si do sillemi me këta? Si do sillemi me ata brenda xhamatit që mendojnë në këtë mënyrë, sepse ne e dimë që ka, sidomos në Tiranë, ky qytet i madh ka dhe të tillë, dhe shkrimi im lidhur me pasthënien e Besnik Sinanit ishte pikërisht në dritën e kësaj, sepse unë dhe tu flas për veten time, në atë që lexova tek pasthënia, pash që ishte një përpjekje e drejt për drejti e një njeriu të rëndësishëm dhe me kontribute në publicistikën islame dhe shqiptare, që i afrohet pushtetit dhe praktikisht
pushtetit më të keq të mundshëm dhe individit më të keq të mundshëm dhe kryeministit më të keq të mundshëm në praktikisht gjithë hemisferën dhe gjithë historinë e Shqipërisë. Nuk më vjen as turp as frikë, nuk kam ta them. Dhe i bashkohet tek një projekt apo tek një promovim apo tek botimi i një libri, cilin unë e konsideroj praktikisht të neveritshëm dhe nuk kam qëllim fare ta lexoj sepse i konsideroj të pavlera ato, por në momentin kur i bashkëngjitemi, pra njëri prej nesh, edhe besniku është vllai jonë dhe është një musliman me kontribute, siç thash, i bashkëngjitet një njeriu të tillë, atëherë unë pikas, dhe shpresoj që të jem i gabuar dhe shpresoj që të mos jetë kështu, unë pikas, edhe nuk jam i vetmi, rrezikun eventual dhe në perspektivë se mos ndoshta ka një lloj kështu, siç e kam shkruar ke shkrimi, cesaropapizëm dhe ndryshe nga post 11 shtatori që ne këta na konsideronin gjithë xhihadist me i fjalë, ta po na konsiderojnë marri fjalë të profesor Rudit me i fjalë kështu si kafshë shtëpiake dhe po na fërkojnë ke koka që të na mbajnë afër dhe të na domethënë majnë me kimet, sepse ndër të tjera ashtu siç shoqëria ka nevojë për në grupe të tjera të larmishme dhe me ngjyra të ndryshme, siç janë për shembull, nuk e di unë, shoqatat e kafshëve apo LGBT, jeni edhe ju deri diku, dhe për këtë arsye si cilësi e një guri në mozaikun e madh të grupeve dhe nën grupeve, edhe ju keni rëndësinë e vet, edhe ju keni një gjë domethënë të rëndësishme për ta sjellë në tryezën e përbashkët. Në këtë kuptim, unë mendoj se nëse diçka e tillë e para relativizohet nga rëndësia, e dyta normalizohet dhe e treta merr zë dhe pranueshmëri apo miratim qoftë edhe përmes heshtjes, atëherë do të vijë një moment që në qoftë se këto muhabetet apo këto tezat apo këto idealet apo aspiratat që janë fjalë shumë të rënda dhe nuk janë thjesht mendime, tezat Begoviçit ne përpiqemi ti rikontekstualizojmë dhe ti risjellim në shoqërinë shqiptare, apo në qoftë edhe në biseda nivel po themi konceptual apo teorik në fillim, atëherë nuk përjashtohet që të vijë një moment që ne të konsiderohemi si radikal apo si të prishës të rendit apo si atentator të paqes publike, për arsye se në qoftë se një grup i muslimanëve dhe që nuk është pak dhe që nuk është i parëndësishëm bën një lloj kështu feelingu edhe ka një pranueshmëri të caktuar tek pushteti politik, dhe këtu nuk e kam vetëm ke Partia Socialiste, por e kam ke gjithë establishmenti politik, atëherë këto biseda dalin me i herë jashtë loje, në qoftë se në i herë mund të bëhen publikisht edhe mund të marrin zë. Dhe kur them publikisht, nuk është e pamundur që kjo të ndodhi, po ta mani men, ka ndodhur një gjë shumë e rëndësishme para 2 vjetësh në Kosovë, që Berat Buzhala, që ne fatmirësisht ndoshta hiq Mustafa Dhana apo Ben Blushin më negativ se sa ai nuk kemi, por Berat Buzhala doli dhe ke media vet nacionale për një çështje të caktuar, tha, unë i kërkoj debat publik Shefqet Krasniqit dhe për të gjitha çështjet që ai do se mundet shariati që t'i japi formë më të mirë institucioneve dhe politikës kosovare, për të gjitha çështjet unë t'i diskutoj. Unë të them versionin tim të sekulares dhe ai të thotë të fetares, dhe unë besoj thotë që ajo çika që është ajo vajza pra, që është 16 vjeç, 17 vjeç, 20 vjeç, kur të na ngjojë ne të dyve, atëherë ajo do në zgjedhë mua. Sfida jonë, dhe këta e them si klajt për te gjitha konsideratave tjera që thash për Izzet Begoviçin, sfida jonë është pikërisht këtu. Në qoftë se ne arrim që ta çojmë në diskutimet publike, që fjala Zotit të marrë një vend plot dinjitet dhe meritor në invariantet e tjera të shoqërisë, atëherë ne do ta shohim se sa jemi të vlefshëm për t'ia mbush mendjen dhe për t'ia hap zemrat shoqërisë shqiptare, dhe do të shohim se sa jemi të vlefshëm për të praktikisht ndryshuar numerikisht frymën e përgjithshme se si shoqëria mendon për një apo tjetër çështje. Fakti që në Kosovë ky është një rendite dhe ata e kanë frikë se kjo mund të ndodhi, është një shpresë që pra aq kosa edhe ne i bëjmë hizmetin me sinqeritet dhe pastërti dhe dituri dhe saktësi fjalës së Allahut dhe shembullit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetit të nderuar të tij, atëherë edhe ne nuk përjashtohet që ta bëjmë këtë. Por që të ndodhi kjo, nuk duhet që të kalojmë ke ajo pjesa e parë, që besniku sipas asaj që ai e gjykon dhe asaj që ai e vlerëson dhe sipas asaj që ai e beson, ka zgjedhur si
teknik apo si mënyrë për të ngritur edhe për të rritur praninë apo pranueshmërinë e muslimanëve shqiptar në sytë e establishmentit politik dhe të shoqërisë shqiptare në tërësi. Dhe ky është gjykimi im, pastaj koha do ta tregojë, qofshin gjallë. Shpresoj që asnjëna nga frikrat e mia të mos jetë e reale, por gjasat janë që mund të qellojë që edhe të jenë.